Ti ore mendje ndritur, një pastrues në Amerikë minimal merr $40 në orë për 8 orë, $320 në ditë, $1.600 në javë, $6.400 në muaj. Merruni me punët tuaja, mos u merrni me ne që jetojmë këtu, se shumë po kryeni me ne që jetojmë këtu, o na hëngshit mund në bë. Po tani mos na hapni barkun, na tregoni pastrues paguhet $40 ora në Amerikë. Po të paguheshi pastruzët me $40 ora në Amerikë, do ishi bërë shqiptarët bosa, se shumica shqiptarëve këtë lloj punësh kanë bërë në fillim kur kanë ardhur në Amerikë. Dhe e din shumë mirë se sa paguhet. Po ky personi do jetë nga ata bëthpalarët që vinë në Amerikë këtu e mbajnë kokën në hale duke pastruar, që ndrojnë 2 palë rroba gjithë vitin, një palë rroba për punë dhe një palë rroba për të fjetur gjumë. Dhe kur ikin në Amerikë blejnë një parfum që të heqin erën e kuptoni vetë ju, s'është nevojë ta themon. Po ata tani drejtë e mori e njohin shumë mirë realitetin se si është. Dhe se sa paguhen këto lloj punësh. Mona bëni tani, mona u hapni bythësh tani se ça na tregoni tani $40 ora e punës pastrues në Amerikë.